Përshëndetje miq, sot do të flasim për një tjetër bimë shumë të njohur që në familjen time, e cila shitej më shtrenjtë nga të gjitha bimët medicinale, një bimë aromatike shumë vjeçare e familjes Lejmiaceae, menta e egër. Ajo rritet spontanisht në shumë zona të Shqipërisë, veçanërisht pranë përrenjve, në livade dhe në vende me lagështi. Dallohet nga gjethet e gjata të dhëmbëzuara me poshtë të imët dhe nga lulet e vogla ngjyrë vjollce ose të bardha, të mbledhura në kallin në majnë të kërcellit. Menta e egër është përdorur prej shekujsh në mjekësinë popullore dhe sot studimet tregojnë se ajo përmban përbërës aktiv si mentoli, acidi rosmarinik, një presite cineoli dhe antioksidantë të tjerë me interes për kërkimin shkencor. Një nga përdorimet më të njohura të saj është për shëndetin e aparatit tretës. Çaji i mentës së egër përdoret tradicionalisht për të lehtësuar fryrjen e barkut, gazrat, spazmat e zorrëve dhe shqetësimet e tretjes. Disa studime sugjerojnë se ajo mund të relaksojë muskujt e traktit tretës dhe të ndihmojë në përmirësimin e tretjes. Menta e egër përdoret gjithashtu për lehtësimin e simptomave të ftohjes. Përbërësit aromatik si mentoli dhe një presjetet cineoli mund të ndihmojnë në krijimin e ndjesisë së frymarrjes më të lirë dhe në shqetësimin e kollës gjatë infeksioneve të lehta të rrugëve të frymëmarrjes. Studimet laboratorike kanë treguar se kjo bimë ka edhe veprim antioksidues, antibakterial dhe antimykotik. Këto rezultate janë premtuese, por duhen më shumë studimet e njerëzit për të konfirmuar efektet e saj terapeutike. Në mjekësinë tradicionale, menta e egër është përdorur edhe për lehtësimin e dhimbjeve menstruale, dhimbjes së kokës dhe dhimbjeve muskulore. Gjethet e saj përdoren të freskëta ose të thara për përgatitjen e çajit, si erës në gatime dhe për aromatizimin e pijeve. Megjithatë, duhet treguar kujdes me vajin esencial të kësaj bime. Ai mund të mbajë pulegjon, një substancë që në doza të larta dhe të përqendruara mund të jetë e dëmshme për mëlçinë. Për këtë arsye, vaji esencial nuk duhet përdorur pa këshillin e një profesionisti shëndetësor. Një veçori tjetër e mentës është aroma e saj e fortë dhe përmbajtja e lartë e vajrave esencial. Këto vajra ndihmojnë bimën të mbrohet nga disa dëmtues dhe japin asaj aromën karakteristike që e dallon nga llojet e tjera të mentës. Në shumë zona të Shqipërisë, menta e egër është mbledhur prej brezash gjatë periudhës së lulëzimit. Gjethet dhe majat e lulëzuara thahen në hije në një vend të ajrosur për të ruajtur sa më mirë aromën dhe përbërësit e saj. Pas tharjes ruhen në enqelqi ose letre larg lagështisë dhe dritës së diellit. Përveç përdorimit si çaj, menta e egër përdoret edhe si erës në gatime, në sallata dhe për aromatizimin e pijeve. Aroma e saj e freskët e bën një nga bimët më të vlerësuara në kuzhinë dhe në mjekësinë popullore. Edhe pse është një bimë me histori të gjatë përdorimi, është mirë të konsumohet me masë dhe të mos zëvendësojë trajtimin mjekësor kur ka probleme shëndetësore. Përdorimi tradicional i saj është i përhapur, ndërsa studimet shkencore vazhdojnë të hetojnë më tej përbërësit dhe vetitë e saj. Menta e egër është një nga bimët më të çmuara aromatike që na ofron natyra.